Ky emision sponsorizohet nga Bas Trade, Buçaj, Evergreen Valleys, iBus, Tab, Skardian, Viva Fresh Store, Go Plus. 8 gusht 2026, dalja publike e parë e opozitës. Ernest Luma në postim të shoqëruar me një fotografi të deputetës Time Kadriaj. Në studio e kam Burim Ramadonin, deputetin e Kuvendit të Kosovës, antar i Aleancës, i rikthyer në Kuvend pas një kohë të gjatë, relativisht, 12 vjet. 12 vjet. Pse u dashte në Aleancës 6 vjet me u rikthy si opozit. Kështu po pretendon të paktën Ernest Luma, ish zëdhënësi i Aleancës, ish kolegu i yti, tash gazetar. Ndoshta momentumi atjetër. Ndoshta momentumi ka qenë për veprim të formës tillë, cilën po them këtë hopër kur Aleanca s'ka dashur që të mrinë këtë nivel për të bërë një aksion të tillë, por se aksioni respektivisht hedhja e vezëve nga ona e Time Kadris, deputetës sonë, ndaj Albin Kurtit, ka qenë i domosdoshëm, i pashmangshëm, në një situatë keqësisht jo kushtetuese ose jashtë kushtetuese që këta vetë kanë vendosur Kosovën. Dhe unë besoj që ka qenë alarmim për gjendjen jo kushtetuese dhe mbi gjitha ato vezë që i ka hedh Time Kadria e kanë shkund skenën politike, e kanë shkund edhe këta që po e mbajnë pushtetin, formën që po e mbajnë, pa çka se ende nuk është bërë zgjidhja. Dhe Aleancën besoj. Por mbi gjitha e ka shkund edhe e ka hap derën e guximit qytetar për reagim. Aleanca ka qenë jashtëzakonisht e prerë në deklarimet e saj, madje një pjesë e madhe opinionet e kanë quajtur ekstremiste. Fjalitë e zotit Ramush Haradinaj ose qëndrimet e Aleancës përgjithësi gjatë këtyre viteve, ka pasur plot që kanë thonë që është ekstreme, nuk duhet me këtë gjuhë. Por hudhja me vezë e ka shkund skenën politike në një përgjumje që ka qenë, e cila ndoshta ka zgjat, por ka qenë një lloj përgjumje politike me ato se çka më bë kë veç pe bllokan. Pra çka më bën kë po rrin çështu jo kushtetues, edhe hajtë ta shohim, mas po vazhdon me bisedime. Nuk bëhet me bisedime kjo punë. Pushteti u përpoq ta paketonte veprimin e zonjës Kadriaj si diçka të mirë në funksion të komunikimit dhe krijimit të institucioneve. Madje rikujtuan se njëherë në një kohë vetëvendosje ka qenë bashkë me Aleancën, duke kryer aksionet e tilla kundër PDK-s dhe LDK-s që ishin në pushtet. Pra e kam fjalën për temën e demarkacionit dhe asociacionit. Tani rolet kanë ndru, gjithçka ka ndru. Demarkacioni është çështje e kryer, e votuar në kohën e qeverisë Haradinaj, ndonë se Aleanca arsyetohet me atë pjesën aty dy presidentëve, letrën e 2 presidentëve, ndërkohë kemi një asociacion që është shumë më i rëndë se sa ai për cilin protestonin. Në krejt këto zhvillime, si gjendet Aleanca në kuptimin e aksioneve kundër një njeriu me cilin ishin bashkë jo për kauza për mu të rajshme, por që sot ka ndru rolet. Nëse pushteti e kam pa që ka tentu me vendos këtë pamje, që është një lloj komunikimi. Nëse mbajnë pushtetin kështu, dhe shtetin e bllokuar, ka vakumin institucional, pra jo kushtetues, kësi lloj komunikimi do të kemi për ditë. Nëse janë të gatshëm të pranojnë kësi lloj komunikimi, duke mbajtur shtetin në gjendje jo kushtetuese, atëherë besoj që ky lloj komunikim thojza do të jetë vetëm një formë. E madje është forma cilën ne këtë në Kosovë, po them vetëm Aleanca, i përtojmë. Pra nuk duam që shteti të bllokohet e ne të bëjmë aksione të tilla për t'i trondit.
trondit në kuptimin politik të gjendjes. Por se kur gjitha kanalet institucionale blokohen e që po i blokojnë, atëherë do të na duhet kërkojmë mbështetjen e qytetarëve për veprime edhe tjera në kuptimin e demokratik, absolutisht. Shpërfaqjes së pakënaqësisë edhe këtij alarmit që gjendja jo kushtetuese nuk mund të vazhdojë. Jemi duke u fut në një fazë finale të një vakumit të madh shtetëror. Po. I cili vakum ne kemi folë disa herë, po e çon shtetin në një situatë jashtëzakonisht të rrezikshme për sigurinë kombëtare në tanësi. Dhe është totalisht e papranueshme. Çfarë do lloj logjike, dikuj që ka udhëhequr shtetin gati 7 vjet. E brenda atyre i ka udhëhequr institucionet e sigurisë, sepse kryeministri i udhëheq realisht. I cili merr informacion të vazhdueshëm për rreziqet dhe analizë se cilat janë bazat elementare të sigurisë kombëtare. Dhe vakumi shtetëror, jo stabiliteti institucional, është baza e çfarë do lloj baze të sigurisë kombëtare. Po sigurisht dhe këtu po preket. Unë besoj që aksioni i tillë i aleancës me 8 gusht e mira është mos përsëritet, pra që institucionet themelohen. Por ne nuk kemi bë veprim për të thënë ne e krytëm. S'kemi mos çka me bë. Jo kemi shumë çka me bë, mendimin e qytetarëve sepse ata i përfaqësojnë edhe me pozicione tepër të prerë. Ka një kundërthënie këtu zoti Ramadani, nuk po ju fajsoj juve, natyrisht. As nuk po e fajsoj aleancën, po janë qëndrimet një viti më parë. 57 herë Albin Kurti ka propozuar Albolena Aziun, 57 herë nuk e ka votu opozita për kryetarët kuvendit. Sepse s'ka pas shumicë. Në rregull është. Ndërkohë, tani, ai nuk propozon kryetare të kuvendit dhe opozita i bën presion atij krija institucion. E tash, veç ta qartësojmë këta, bebe. Kundërthënia e plot është e vetëvendosja, jo të partit tjera. Në vitin që po flesim, pra mas nëntë shkurtit vitit 2025. Mos po lunaj me juve. Shene, e para, ajo është të luajt me shtetin. Me shtetin, po se është të luajt me shtetin. Jo, është të luajt me shtetin. Dhe kjo është për situatën për cilën po flas. Pra, e para, pej nëntë shkurtit 2025, ai e ka propozuar 57 herë Albolena Haxhiun. Nuk ka pas interpretime gjykatës kushtetuese në atë kohë, dhe ata pastaj janë bë 2 ose 3. Dhe e dyta, ai se ka pas shumicën. Tash është situata komplet tjetër. Hajde po themi që secili në Kosovë ka reflektuar përpos Kurtit edhe vetëvendosjes. Në fakt, kur po themi vetëvendosjes, po flasim për Kurtin, sepse ata deputet të vetëvendosjes, aty janë një kope e njerëzve që as nuk kuptojnë, as nuk dinë, madje as nuk janë të informuar. Kopeja është sinonimi për delet, për kafshë. Një qenje, një kafshë, që nuk arrin as me ngrit zonën, as ka guxim dhe as ka forcë. Pra, po i profilizoni si kopi. Dele. Okay. Si dele. Turët, dëbut, që shkojnë të ujko, shka të thot. Në këtë rast, ujko është udhëheci i tyre, fatkeqësisht, për ta e përkuzohet. Dhe tash është situata këtë tjetër. Askush nuk ja konteston fitoren Kurtit me 7 qershor. Unë jam i bindur. Ndonë se i ka vjedh votat, unë jam i bindur që ajo është fitoria e fundit e tij. Por ajo është rezultati. Askush s'ia konteston drejtën që me pas kryetarin e parlamentit, sepse ka interpretime gjykatës kushtetuese. Po. Askush nuk ja konteston drejtën që ai me bë qeverinë. I vetmi njeri që i konteston nuk është vetaj, Kurti, vetëvendosja. Pra nuk po e zbaton vullnetin e qytetarëve. I cili vullnet është dinamike e përditshme. Pra ndryshon, unë besoj që ndryshon. Tani edhe një çështje këtu, zoti Ramadani, për të kaluar në tema tjera. Kur po i thoni krije institucionet, sepse i ka votat, po jo. Kjo i bie që Albolena Haxhiu kryetari i kuvendit, se e kam përmend. Është e tyre me vendosë. Po, e kam përmend. Albin Kurti kryeministër,
dhe president Glauko Njusa, sepse tashmë LDK-ja është deklaru që ja voton presidentin, ndonë përfaqësues konsensual. Si një lloj kushti, po megjithatë jam i bindur që ja votojnë. Edhe Aleanca i ka një 6 pika që si kushte që ja ka vendos vetëvendosës. Dhe nëse dojmë i kriju institucionet me zgjedhje edhe presidentin, natyrisht i ka votat. Po pra. Mundet me mjaftu ati një deklarat me thonë i zbatojmë shtu, pse rënd s'është derë se ka rajt gjithmonë. Por, kjo nënkupton se për 4 vjetë e ardhshme do t'jetë kryeministër i Republikës Kosovës dikush i cili nuk i shërben Kosovës, por i shërben Serbisë. Sepse kështu ka thënë ish kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Në syt e publikut dhe në syt e Zotit Haradinaj, Kurti është spion. Gati barabart me këta spionat që po arrestohen çdo ditë nga prokuroria speciale. Si ka mundësi Aleanca me mrinë në një pozicion, me i bë thirrje atij, krije institucionet, bëje veten kryeministër për 4 vjetë e ardhshme, duke ditë që ai punon për Serbinë. Okej. Spore Aleanca nuk i ka një 6 pika. Aleanca i ka 6 pika në një ofertë, e cila i vendos 2 çështje që janë strategjike për shtetin, e që e largon Kosovën nga mundësia totale e bllokimit në zonën e influencës ruse. Po flasin për energjetikën. Pra, nëse ne me ofertën tonë me 26 qershor, kur Kurti ka qenë duke u shëtit ndete në Greqi, ne kemi bë ofertë dhe kemi thonë, okay, kjo është rezultati i zgjedhjeve. Për ta ndihmu kurumin, se nuk dihet a bëhet kurumi ajo, po për ta ndihmu ne me 7 vota, 7 deputet, duam kemi zotim të pastër e qartë, publike të shkruar, për 2 çështje që janë strategjike për shtetin, e largojnë Kosovën prej ndikimit rus, e që është energjetika, pra gazi amerikan, dhe ndërtimi i kapacitetet të reja me thëngjell për energjinë, që e pavarëson Kosovën në kuptimin e energjisë, dhe 4 çështje që kanë bëj direkt me jetën e qytetarëve kategorive ndryshme. Bujqve, bizneseve të vogla, të mesme, ekonomive familjare, infrastrukturës edhe Prishtinës. Tash, nëse në këtë momentum politik, kjo është rezultati që ka dalë, ne nuk po e kontestojmë, pastër. Nëse në këtë nivel, ne arrim që ta vendosim Kosovën dhe rivendosim dorën zemër, në zonë influencës amerikane dhe perëndimore. Kjo është fitore për Kosovën, s'është as për Kurtin, dhe as vetëm për Aleancën. Po si me nxjerr dikë nga influenca ruse i cili, simas Zotit Haradinaj, është i shantazhuar nga influenca serbe. Prandaj ne duhet ta presim ata shohim nëse po i pranon këto. Nëse si pranon, është test. Nëse nuk i pranon, ne këdo që mund ta nominoj, ne nuk do ta bëjmë kurumin, nuk do të jemi aty. Dhe anën tjetër, këdo përpas aspektit sigurisë kombëtare, krimit të organizuar ose elementeve bazike të personalitetit. Po, nëse Zoti Kurti e cenon sigurinë kombëtare, kështu ka thënë. Nëse e pranon gazin amerikan dhe pranimi i gazit amerikan me B, nuk bëhet duke dalë në media. Pranimi i gazit amerikan bëhet me një letër nga Albin Kurti, mandatori, ku ta merr mandatin. Drejtuar qeverisë amerikane. Drejtuar State Departmentit. Po se ka derë se ai ka rajt. Nuk është çështje që ai duhet dalë të thotë ato në parlament ose në media. Ato duhet të ndërtoj në raport me Shtetet e Bashkuara. Po ju dini se si plotson këto. Po besoj se e dini. On lutem që ai ti plotësoj. Ai e kushdo tjetër. Edhe presidenti ose presidentja që mund propozohet nëse propozohet. Do duhet këtë qëndrim të qartë. Dhe bashkë me këto, nëse qeveria ardhshme, këto institucionet që ne po i themi bëj institucionet, mos bani institucionet. Nëse këto institucionet nuk do ta pranojnë gazin amerikan, nuk do të nisin procedura për termocentral të ri me thëngjell,
nuk zotohen për kryen e investimeve në infrastrukturë, rrugëve, autostrada gjilone, thoshtë strategjike, jo veç ekonomike. Mund të flasim më për këto. Nuk i ndihmon Prishtinës për me me jetu njerëz këtu. Bujqet edhe bizneset, ekonomitë familjare. Nuk duhet këtë qeveri. Duhet shkohet në zgjedhje. Pra nuk po flasim ne kush, po çka. Nëse ne çfarë do lloj marrëveshje, që po themi hipotetikisht ban marrëveshje VV-ja me LDK. Për president konsensual, jo konsensual, çështje e tyre. Pa këtë koncept, ne nuk e ndihmojmë kurrëmin. Pavarësisht kush është kandidati ose kandidatja. Sepse ne nuk e kemi personin. Ne e kuptojmë fuqinë tonë politike, do të arrisim ato, jemi të bindur që jemi në rrugë hatashme, të mrekullueshme politikisht, partiakisht, për fuqizim të aleancës. Aleanca sot nuk është partia me rezultatin që e ka pas, me 7 qershor. Aleanca sot nuk është partia 4. Jemi duke disponim këtësisht tjetër për aleancën, por kjo nuk ndërlidhet me qëllimin partijak, sepse nuk kemi qëllim partijak tash. Natyrisht. Ne po e themi e po e rikapituloj. Pa këto vendime strategjike, Kosovës nuk i vy një qeveri e tillë, sepse është qeveri që e çon e ngulit Kosovën në zonë të influencës ruse, përmes energjetikës. Mbi të gjitha. Zotin Ramadan. Prandaj, nëse ne arrim, jo edhe unë e dim që njerëz të Kurtit, madje shumë të afërt, janë të lidhur me energjetiken, me energjinë sërbe. Njëri prej tyre është ambasadori, i cili tërheq para kesh, 1,5 milion Prishtinë, 2 milion në Maltezi. Po flasim për 3-4 milion euro. Para kesh që i vijnë nga Beogradi. Nga Dega në Beograd. këtë është evidentueshme. Dhe evidentuar. Janë dhëna, janë publike. Unë bashkë me Rosin e kemi nxjerrë storyn, ku i kemi nxjerrë edhe transaksionet. Duke i ditë krejt këto, si ka mundësi që për aleanca, që ky njeri të heqë dorë prej një projektin cilin është i zhytun dhe dalë në një projekt tjetër, që është projektet amerikane dhe interesi i Kosovës në energji. Që ne asnjëherë nuk kemi thënë se na e presim se Kurti e vetëvendosja e kjo strukturë do të përqafojnë e do të gëzohen për këto pika. Përkundrazi, ne kemi thënë shpesh që jemi shumë pesimist. Por, po e themi këtë hapër, nëse Kosova e pranon gazin Amerikan, ka lënë nga, ose largohet, nga sfera e ndikimit rus. Nëse ne momentalisht... Pra, është në ndikimin rus Kosova? Në energjetik? Po. Absolutisht. Absolutisht, edhe rreziku që të bllokohet, të ngolitet totalisht. Totalisht ngolitet. Keni informacion, natyrisht nuk kërkoj për juve informacion për kohën ku keni shërbyer në një institucion të sigurisë. As nuk i them. Po, unë nuk insistoj sepse e di që nuk duhet ta bëj as unë, nuk e bën as jo. Megjithatë, në informacione publike, në analizë si politikan që keni, duke qenë shumë afër zotit Haradinaj, duke ditë që zoti Haradinaj ka raporte të veçanta kryesisht me strukturat e sigurisë të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Deri ku është zhytur zoti Kurti në influencën ruse dhe sërbe të energjisë? Kjo është një lëvizje kogja e madhe, fatkeqësisht, rajonale, e ndikimit të shtetet përmes energjetikës, e cila, po tentoj me qenë kiti sakt, e cila nuk e ka qëllimin 5 vjeçor, por qëllimi është 50 vjeçor, nëse jo edhe më shumë. E para është mbetja e shteteve në Ballkan, e këto po flas për Kosovën, pa kapacitetet veta. E që fatkeqësisht është arrit detash. Pra Kosova nuk ka investu asnjë cent që dikon 8 vjet, gati 8 vjet, në zhvillimin e kapaciteteve energjetike të veta. Jo këto me thëngjell, hiç se hiç. Edhe e kemi qartë që Kosova është dënu 21 milion nga gjykata arbitrazhit për shkak ndërprerjes në mënyrë totalisht jo ligjore
të kontratës me Kantar Globale. Por nuk ka investu as në metoda alternative të energjisë. Pra, Po është kondër, ju dini që është kondër. metoda alternative ka thënë vazhdimisht se këto janë metoda. Prandaj po e ndërtoj argumentin. Po projekti Pra, fundit energjetik i madh është i nënshkruar në kohën e qeverisë Haradinaj, cilën që ky e është ka Bajgora, dhe që cilën e ka ndërprej edhe e ka dhe që është këtu te Raveci. në cilën nuk ka asnjë zhvillim. Asnjë pikë s'është ndërtuar. Pra, e para është ndalja e shteteve mos me zhvillu kapacitetet e veta. E dyta, derisa proksi i Rusisë, që është Serbia, pra masha e Rusisë në Ballkan, jo vetëm që investon vazhdimisht në kapacitetet e veta, por ka lidhje direkte edhe të njerëzve, edhe të shtetit, në fushën e energjetikës me Rusinë. Ajo është një prej shteteve që më shumë të shet në Ballkan. E një për shteteve që më shumë të i shet Kosovës. Dhe rrjedhimisht Serbia më shumë të shet, e Kosova më shumë të blenë. Po pra, që i shet Kosovës. Dhe rrjedhimisht, mungesa e këtyre kapaciteteve ka qenë lëvizje shumë e madhe. Është lëvizje e ndërlidhur me idet majtiste, e mbulume me idet majtiste, e të ambientit, ndërkaq qëllimin e ka pas totalisht armiqësor. Deri këtu kanë arrit sukses, fatkeqësisht për Kosovën. Prandaj, largimi prej kësaj zone të influencës edhe vendosja e Kosovës në projektin amerikan për gaz, është një kapitull këtë tjetër. Unë personalisht nuk pres që vendosja e pranon këtë pikë. Sepse ju e dini se dikush nëse është nën atë ndikim, nuk mund dalë më. Unë nuk pres që ata do të pranojnë. Po, sepse ju e dini se dikush kur është nën ndikimin apo nën kthjetrat e në influencën nuk mund të dalë. Kur nuk mund dalë. Po fra. Kur nuk mund dalë. Po këto do ta thoni se Kurti nuk mundet me dalë prej influencës ruse dhe serbe. Por ne nuk ndihmojmë institucione, krem të institucioneve pa u pranuar këto. Prandaj po linat këtë pyetja gati fillesore. Aleanca nuk është parti që pret mrekulli të ndodhin vetë. Ne do të ndihmojmë që mrekullia për Kosovën të ndodhë. E mrekullia për Kosovën është largimi i këtij pushtetit. E shohim, e kuptojmë rolin dhe fuqinë tonë. Do të ndërtojmë mbi të. Ne nuk mund të pretendojmë rezultat tjetër se sa të shohim, sepse është kry. Ka lidhje zotë Ramadani, sepse ju e dini që ka pas raste kur Ramush Haradinaj ka thujse me 3-4 njerëz në mal. Prandaj po them, ne ndërtojmë mbi fuqinë tonë me bindjen e plotë që kjo fuqi edhe po kthena prapë te vezët që i ka hedhë Time Kadria, deputetja jonë, e ka hap mundësinë e reagimit dhe guximit të reagimit qytetar. Sot në Kosovë njerëzit janë më të lirë të reagojnë se sa që kanë qenë para hedhjes vete. A dini pse? Sepse kanë menduar se ekziston një perandori e ndërtuar tashmë, që askush nuk guxon e s'mundet as ta prek se lere më të bëj aksion. Pra, dash Time Kadria me tregu krejt këtij populli se zoti Kurti veç është, siç thoshte Donika Gërvalla, një tigër prej letre. Sepse populli i Kosovës është zoti i shtëpisë këtu. Nuk është as zoti Kurti, as njëri prej nesh që jemi në politikë. Ka vetëm një zot shtëpi, është populli i Kosovës. I kemi edhe dy tema, zoti Ramadani, sepse koha po na jet shpejt. I kalum 25 minuta. Keni pas një postim në ditën kur është në ditën kur Kvori është tërheq nga ura kryesore në Mitrovic. Dhe është vendosur policia e Kosovës. Ndonë se kanë qenë bashkë aty. Keni lënë me nënkuptu që ju keni dhënë një kontribut, s'po thëmë që keni ndiku, keni dhënë një kontribut në këtë lëvizje. Po të njëjtën kohë ndodhe edhe në manastirin e Deçanit, që për neve është lajm jashtëzakonisht i mirë, jashtëzakonisht pozitiv. Budallen thonë që i ka bërë këto zoti Kurti, por edhe budallen tjerë mund të thonë që i pas ka bërë zoti Ramadani. A mundesh me na thonë çka
saktësisht ka ndodhur atë ditë dhe cili ishte roli juaj? Që spore ka pas një proces relativisht gjatë, disa mujor, të një negocimi përkatësisht konsultave të vazhdueshme me njerëz saktum. Edhe po e them ndoshta për herë parë të ju, që roli i Ramush Haradinaj ka qenë përcaktues. E sidomos e ndërlidhur me përkushtimin e tij si key leader, si lider kyç në temat e sigurisë. Edhe në veçanti në raport me mundësinë që policia e Kosovës të jetë e angazhuar në mbrojtjen e manastirit Deçanit, sepse këta njerëz, këta mendje cekët, mendje fëmijë të vendosjes, të pushtetit, as nuk e kuptojnë, as nuk duan ta kuptojnë se çfarë ngjarje është kjo. Pra është ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme për arkitekturën e sigurisë Kosovës, që policia e Kosovës është e angazhuar, e involvuar në mbrojtjen e manastirit Deçanit, sesa 50.000 ura. Është ngjarje jashtëzakonisht e madhe, e cila ndodh për herë të parë prej vitit 1999. Kjo duhet ta theksojmë se kjo ndodh pasi që zoti Kurti vendosi me zbatuar gjykimin e gjykatës kushtetuese që manastiri Deçanit ia jep 26 hektar tokë. Tash, e vërteta e plot është që kjo lidhet me optimizimin që i thonë të trupave të KFOR-it. Natyrisht. I cili optimizëm është negociu se ku ka nevojë të kenë trupa më shumë e ku më pak. Pra në nevoja operative. Dhe në këtë analizën e vendosjes trupave ose bërimeve të tyre, ata kanë kontaktuar një numër të njerëzve që i vlerësojnë ose që mendojnë se ata kanë ndikim ose profesionalizëm. Tash, gjitha këto elemente, sikur të kishim ne një qeveri normale, do të ishin kryer vetëm me qeveri. Cili është roli juaj? Unë kam qenë njëri për njerëzve që është konsultuar. Ju keni shkruar një letër publike, të cilën e kemi botuar edhe ne në paparaci, paraprakisht rreth kësaj teme. Pra, ka qenë një letër drejtuar NATO-s që ti tërheq trupat. Po, dhe me 6 argumente pse duhet ti tërheq trupat. Argumente profesionale. Shene, duhet me ditë publiku 28. Për publikun, kur ka riorganizime tilla, e sidomos kur NATO është angazhuar, ka qenë e nevojshme të ketë edhe një presion, po e quaj kushtimisht, profesional publik, i cili në atë kohë ka mungu. Pra, prej vitit 2024, verës 2024, kur është folur për urën në kryesore në Iber, deri në gusht, fillim gusht, vitit 2026, askush publik s'ka fol për urën. Derisa zhvillimet dhe negocimet ose konsultimet e patë lyni Ermengjyr Xhelali si molerat. Atëherë ka qenë çështja totalisht e gabueshme, prandaj nuk është hapur atëherë. Asot nuk është hapur. Ende. Se bëjshin filma, se dhe me... Po pra, filma, deri sa erdhi shefi CIA-s në zyrën e Kurtit edhe tha... Edhe është përfundua jo muni me ly, sa dëni, tupanxhit politik. Pra, këto tema të sigurisë kombëtare nuk janë me njerëz që mune me që tupanxhi politik. Sepse këta kanë menduar që me tupan kryet ajo punë. Jo, ajo bëhet me çështje keqësisht profesionale edhe bashkëpunuese. Sikur të kishim qeveri normale, nuk do të kishte nevojë Ral Haradinaj. As unë, as ai tjetër, Bashkim Ramos, e shumë tjerë që kanë qenë të angazhuar në këtë temë, kanë qenë të angazhuar me ditë e javë e muaj tërë. Sepse janë mendime shumë të mëdha. Dhe në fund, ajo që e kemi po, është që policia e Kosovës është e involvuar, është proces tranzicioni, nuk është i shpejt, do t'i merr paktën deri në fund muajit, për të po nëse gjithçka është në rregull ose jo. Zoti Ramadani është edhe një temë shumë aktuale. Prokuroria speciale në bashkëpunim me struktura tjera të sigurisë, përfshirë policinë, krimet e rana, Agjencinë e Inteligjencës së Kosovës, pa arreston të dyshuar për spionazh. Disa janë dënuar, kanë pranuar fajsin, të tjerë janë në paraburgim në proces gjyqësor, u arrestuan një mësues atje nga Gora, nga Dragashi, po i cili kishte pas qasje kudo. Kishte pas qasje në kabinetet qeveritare të Serbisë,
dhe kishte pas qasje në kabinetet qeveritare të Kosovës, në zyrën e presidentes, në zyrën e kryeministrit, po ashtu një hoxh atje në Peshë arrestu, po ashtu i dyshuar për lidhjet e tilla, qoftë me ekstremin politik, qoftë me strukturat të sigurisë së Serbisë. Jo si ekspert, sepse e di që jeni ekspert për këtë çështje. Si shihni këto dhe si ka mundësi njerëz me veprimtari të tilla shkojnë kaq lehtësisht, fotografohen, bëjnë selfie me kryeministrin e Kosovës ose presidentin. Leo me qenë këtësisht i qartë dhe i sakt qysh po mendoj me formulu. E para, s'kam se si mas me përgëzu Prokurorinë Speciale të Kosovës, OKI-n dhe polici, për aksionin e fundit, respektivisht për operacionin e fundit edhe arrestimin e dyshuamit për spionazh. Spionazhi mbetet një prej 3 rreziqeve kryesore sigurisë kombëtare në Kosovë. Spionazhi kryesisht me Serbinë, por edhe ma gjanë në shtete jo miqësore, përkatësisht armiqësore. Bashkë me këto, bashkë me falenderimet, përgëzimet e aplaudimet, është tepër me rëndësi me ngrit publikisht kërkesën për përgjigje kujtdo që janë përgjegjës, me po se si është e mundur që ai person ka qenë i emëruar nga presidentja, madje edhe presidenti Paprak, po presidentja Osmane, ka qenë në zyre me kryeministrin Kurti, dhe ky nuk është rasti i parë. Fatkeqësisht. Nëse ju kujtohet, kur policia e Kosovës vitin 2023 ka bastis zyret të shoqëruara, zyret të struktura paralele në Dragash, dhe kanë gjetë një foto të strukturave paralele. Aty ka qenë këshilltori i kryeministit në ato foto. Cili? Edison Beqiri, Goran, me etni. Cilën pas asaj dhe pasi u bë e madhe publikisht, kryeministri Kurti e shkarkoi nga detyra, por nuk pat më veprime publike ndaj tij. Që këto nuk janë çështje të rastësishme. Nuk ka sukses më të madh në shtete armiqësor se sa depërtimi përmes cilës do vi në zyret kryesore vendimase në shtete tjetër. Të zyra kryeministrit, të zyra presidentet. E mos flasim në institucionet e sigurisë, për cilat unë besoj që ata nuk kanë qasje të tillë. Por ndërhyrja, infiltrimi apo futja e cili do njeri, sikur se ka qenë Edison Beqiri, apo ky Sali, e të tjerë, do duhet që të paktën nëse jo publikisht, jo patjetër publikisht, do duhet që disa njerëz të jopen përgjigje pse. Si është e mundur që këshilltari i kryeministrit në vitin 2023 ka qenë pjesë e struktura paralele. Dhe si është e mundur që pasi o zbulu fotografia e tij, keq ka pësuaj, ka qenë me hek për këshilltarit. Pra, nëse ti je me strukturat paralele dhe punon me kryeministin, keq ka mundesh me pësu që ka me hu venin e punës, atë që kjo është reagimi shtetëror, sepse për vend punës shtete armiqësor janë mbulan shpenzimet. Madje e ka qu, ka ndiku, e ka kriju rrethonat, që një person e tillë me pas mundësi mu e emëru në këshill për komunitete, ose ai tjetër mu e emëru këshilltari kryeministit. Çka po tentoj me thënë është që bashkë me përgëzimet për sektorin e sigurisë, e mbi të gjithas Prokurorinë Speciale të Kosovës, e cila pasi të bindet që ka bazë vepron, edhe kjo është sistemi që funksionon, do duhej, prapë po them, për hir edhe për respekt punës të sektorit sigurisë, që këto përgjigje tipen qoftë edhe me dyert mbyllura. Qysh është e mundur ata persona. E kujt me dhon përgjigje zotë Ramadani, kur sot shefi i AKI-s është një deputet dhe shefi i AKI-s është një deputete.
Ja, unë nuk pajtona që shefi AKI-s është një deputet, asë deputete. Deputet është. Unë e di që... Deputete është. Dëgja. Dhe kjo, derisa depërtojnë kaq thellë në zyrat qeveritare këta spiuj, kjo mund qënë të aj konstatimi apo akuza publike e shumë herë përsëritur e zotit Haradinaj që zotit Kurti nuk i shërben këtij vendi. Dëgja, unë e ndoj tjetër mendim. Mendoj që sektori i sigurisë duke përfshirë edhe AKI-n, ka standard të lartë profesional të konsolidimit. Ata veç mu mos ma thuj. Unë e tham mendimin tim. Po, veç mu mos ma thuj. Në cilën përgjithësitë. Ata që ju qesin GPS a gazetarëve. Përgjithësitë për vepër penale, edhe gjatë kryerjes së detyrës apo operacion veprim jashtë ligjor, kërkush nuk mundet me ikë. Pra, derisa njerëz e rrezikojnë jetën e tyre për sigurinë e këtij vendi, e kanë rrezikuar vazhdimisht. Unë e di edhe e besoj që edhe policia, edhe FSK-ja, edhe AKI-ja janë realisht dhe vërtet mije të konsoliduara dhe profesionale. Por, keqpërdorimi i detyrës nuk i falet askujt. Natyrisht. Nuk do duhet i Prandaj, në cilën do rast, unë e baj këtë dallim. Pra, unë e baj këtë dallim me sistemet, funksionimit të institucioneve, edhe rasteve për cilët njerëz duhet me dhënë përgjegjësi. Kushdo që është ai, kushdo që jam unë, ose ti, duhet me dhënë përgjegjësi. Pra është një dallim tepër i madh. Pra unë nuk them kur, sepse nuk e besoj që policia, FSK-ja, AKI-ja janë institucione të ndikuara. A ka tendencë ndikimi? Sigurisht po. Janë të ndikuara, me se nuk po kërkoj për jush me konstatumin. Përgjithësinë, sepse aty janë të ndikuara, ku duhet me dhënë përgjithësinë? Ku duhet me dhënë përgjithësinë? Se ne, kushdo dhe ta di që përgjithësia nëse sot nuk ikët, pra ikët. Sikur se po bëjnë këta në parlament, pra po ikën. Vjen një moment të caktuar që kemi dhënë përgjegjësi. Ajo vonesa dhënia e përgjegjësisë është keq për Kosovën. Por askush nuk mund të ikë përgjegjësisë. Le ta harrojnë qoftë në institucionet të sigurisë, qoftë në institucionet politike, që do të kalojnë pa përgjegjësi në raste të tilla që rrezikohet siguria kombëtare. Pata shumë kënaqësinë që të pata në studio dhe urime ringjallja e aleancës. Haradinaj, kur e dëgjon këtë që po e them unë, mundet me thonë se unë s'pas na bë mjaftueshëm, por megjithatë aleanca ka kaluar në një dimension tjetër për çka unë përgëzoj. Unë jam i sigurt edhe i bindur se edhe e di që Haradinaj është njëri më i gëzuar që aleanca ka marrë edhe fuqi tjetër, edhe do të jetë parti fituese në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit ju. Mirupafshim.